shenja. Dyert objektit të komunës së Vrapçishtit sot kanë qenë të mbyllura. Administrata nuk ka shkuar në punë për shkak se kryetarit të deri tani Shëmisen Shabanit dje i ka mbaruar mandati. Qeveria ende nuk ka caktuar të besueshmin që do ta kryej këtë detyrë. Shabani tha se veprimi i administratorëve është vullnetar dhe nuk bëhet fjalë për ndonjë vendim zyrtar. Komuna e Vrapçishtit është përballur sot me një situatë të paprecedent. Dyert e objektit të komunës sot kanë qenë të mbyllura pasi administrata nuk ka shkuar në punë për shkak se kryetarit të deri tani Shëmisen Shabanit dje i ka mbaruar mandatin, ndërsa qeveria ende nuk ka caktuar të besueshmin që do ta kryej këtë detyrë. Shabani tha se veprimi i administratorëve është vullnetar dhe nuk bëhet fjalë për ndonjë vendim. Ai tha se situata do të vazhdojë të jetë e tillë derisa të caktohet personi që do ta kryejë detyrën e kryetarit të komunës. Mua dje me datën 9 nëntor kam mbaruar mandati, sot jemi në datën 10. Dhe këtë do të pjesni qeverin apo do të dërguarit të besueshmin e qeverisë. Kja nga sot do të ishte me dhe tjerë. Dhe sigurisht për njësia është tjerë. E qeverisë do të besueshmin të qeverisë pëse dera është në mbyllur. Mandati im tjerë mbaruar, sot unë jam qytetari i tjerë. Shabani pre që të përsëriten zgjedhjet si që parashe ligji në kodin zgjedhor, ndërkaq ka akuzuar KSZ-n për standardet të dyfishta ndaj komunës së Vrapçishtit, sepse edhe pse rezultatet përfundimtare për këtë komunë u shpallën që në rrethin e parë. Në qoftë se u desh të pritet, duheshim të presin edhe komuna të tjera ku kandidatët për kryetar komunash kanë mbaruar në mandatin e parë dhe janë certifikuar dhe vazhdojnë detyrën si kryetar komunash dhe këshilli komunal. Në 29 tetor kemi ne domethënë rezultate finale për komunën tonë. Ja që domethënë ata tash prolongojnë, presin të shohim sot do të ketë sipas tyre, ku një është standard i dyfisht dhe pjesa tjetër kryeministri tha që unë do të dërgoj të besueshmin tim, ashtu siç e parashë ligji domethënë në nenin 134 nga kodi zgjedhor, ku është jashtë ligjore. Komuna e Vrapçishtit së bashku me komunat Gostivar, Qendër Zhub dhe Mavrov Rozdush nuk arritën censusin e daljes në rrethin e parë të zgjedhjeve lokale dhe do të kenë përsëritje të zgjedhjeve. Sipas procedurave ligjore, pasi të përmbyllet procesi zgjedhor, KSZ-ja njofton qeverinë, pastaj qeveria ka afat prej 15 ditësh të veprojë dhe të njoftoj KSZ-n dhe kuvendin, që kuvendi brenda 60 ditësh të shpallë zgjedhjen në ato komuna që nuk u arrit censusi. Partia opozitare maqedonase LSDM po pretendon se pushteti është duke fshehur lajmin për pezullimin e programit IPARD 3. Ish-ministri i bujqësisë nga ana e LSDM-s Ljupço Nikolovski deklaroi se kjo nuk kupton ndalimin e plot të pagesave ndaj bujqëve dhe kompanive që tashmë kanë kontrata. Ky vendim duket se pason skandalin që ndërlidhet me ndalimin e Ilias Tojlevit, aktualisht drejtori i Agjencisë për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural, i cili së bashku me disa persona të tjerë dyshohet se janë përfshirë në marrje të rishfetit në shumë prej 50.000 eurosh. Ish-ministri i bujqësisë dhe një herësh nënkryetari i partisë opozitare maqedonase LSDM, Ljupço Nikolovski, sot në konferencë për shtyp tha se programi IPARD 3 është pezulluar. Sipas tij, vendimi është marrë të premten pas dite nga koordinatori kombëtar për autorizime. Pezullimi që hyn në fuqi më një herë dhe pa afat të caktuar, në kupton ndalimin e plotë të pagesave ndaj bujqëve dhe kompanive që tashmë kanë kontrata, pezullimin e nënshkrimit të kontratave të reja dhe shtyrjen e thirrjeve të ardhshme publike për financim nga programi evropian. Ky është një kolaps i plotë i sistemit që për 7 vjet u ndërtua me ndihmën e Bashkimit Evropian, mijëra bujq dhe kompani që kanë bërë investime tani janë në pasiguri të plotë. Ai akuzoi pushtetin aktual dhe ministrin e bujqësisë Cvetan Triponovski për, siç thotë, heshtje dhe fshehje të vendimit gjatë fundjavës, duke pyetur nëse kjo është bërë për të mbrojtur të përfshirët në skandal. Bujqësia nuk duhet të bëhet pengi interesave partjake dhe korrupsionit. Ky pezullim është turp për shtetin, po edhe një thirrje që të mbrojmë vlerat europiane dhe ndershmërinë në institucione. Nikolovski rikujtoi se gjatë zbatimit të IPARD 2 nuk ka pasur asnjë problem dhe janë realizuar mbi 2400 kontrata, ndërsa tani, sipas tij, programi ndalohet për herë të dytë në qeverisjen e VMRO-t të PMN-s.
Në ditën botërore të shkencës, Ministria e Arsimit u lavdërua se ka ndarë rreth 1.37 miliard denar euro për financimin e projekteve kërkimore shkencore për vitin 2026. Kjo shumë që ishte dukshëm më e lartë se ajo që është ndarë gjatë vitit 2024 për 1 orë u përgjysmua. Dhe Mash lëshoi një komunikat të përmirësuar, siç thanë ata. Maqedonia e Veriut po I përkushtohet shkencës, të paktën duke disafishuar buxhetin për këtë fushë, nga 380 milion në vitin 2024 në 1.37 miliard denar për vitin 2026. Por pas 1 ore, Ministria e përgjysmoi shumën, duke thënë se në njoftimin paraprak kishin bërë gabim dhe se buxheti për vitin e ardhshëm do të jetë 773 milion denar. Nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës në ditën botërore të shkencës bëjnë me dije se këtë vit kalendarik përmes 3 thirrjeve për shpërndarjen e mjeteve ka stimuluar realizimin e projekteve shkencore dhe kërkimore në universitetet publike, fakultetet dhe institucionet shkencore, në asham dhe në komunitetin e biznesit, të cilat janë në përputhje me qëllimet e strategjisë për specializim inteligjent të Maqedonisë. Shkenca është shtylla e zhvillimit shoqëror dhe për këtë arsye në vitin 2026 buxheti për shkencën do të arrijë 773 milion denar, me të cilët do të vazhdoj financimin projekteve kërkimore shkencore për zhvillimin e resurseve laboratorike, pjesëmarrjen në konferenca shkencore ndërkombëtare dhe organizimin e atyre vendore. Ministria sqaron se këto mjete po ashtu janë paraparë për botimin e punimeve shkencore në revista me faktor impakti, ndarja e bursave për shkencëtar të rinj, bursave për ciklin e 2 dhe të 3 të studimeve në vend, si dhe organizimi I qendrimeve shkencore dhe studimore jashtë vendit. Gjithashtu shtojnë se gëzon rritja e interesit të rinj për të marrë me shkencë dhe inovacione, e cila reflektohet në shfrytëzimin e masave që Mashi I vën në dispozicion, kështu që së bashku me institucionet e tjera kompetente qeveritare zotohen se do të vazhdojnë të mbështesin ata në realizimin e ambicjeve personale. Në Akademinë Ushtarake sot kanë dhënë betimin 31 kadet dhe 28 praktikant. Presidentja Gordana Siljanovska Davkova tha se uniforma e ushtrisë bashkon dhe mbulon të gjitha ndasit, si ato etnike, po ashtu edhe ato sociale. 31 kadet dhe 28 praktikant sot dhanë betimin në Akademinë Ushtarake, ngjarjen nga afër e ndoqi edhe presidentja e vendit Gordana Siljanovska Davkova dhe ministri I mbrojtjes Vlado Misajlovski. Për presidenten Siljanovska, uniforma e ushtrisë bashkon dhe mbulon të gjitha ndasit, si ato etnike, po edhe ato sociale. Семейство. Si oficir të ardhshëm të ushtrisë së Maqedonisë, po edhe të NATO-s, nga ju pritet që të respektoni dhe të praktikoni standarde morale dhe profesionale të larta dhe me rreziqe të larta e të ndryshme, tradicionale, asimetrike dhe hibride në vende dhe mënyra të ndryshme, si fizike dhe cyber. Ndërkaq, për ministrin Misajlovski, të zgjedhësh Akademinë Ushtarake është akt patriotik, është sfidë në vete, po edhe ndere përgjegjësi. Глобално ниво, jasna ни е потребата. Patrioto motivuar që vendosën të jenë pjesë armatës, ju uroj sepse ju përgjigjet thesës që nënkumton nder, përgjegjësi, disiplinë dhe përkushtim në shërbim, rritje sfidave të sigurisë në nivel rajonal në kohën kur paqja dhe stabiliteti janë gjithnjë në rrezik në nivel global. Është e qartë se kemi nevojë për secilin prej jush. E 2 nga kadetët që u betuan në uniform treguan sepse kanë zgjedhur Akademinë Ushtarake. Съм питомец Яна Василевска. Për mua është nder që të jem pjesë e Akademisë Ushtarake, sepse këtu kam mundësinë të mësoj shumë nga profesorët e mi, po mësojmë edhe gatishmërinë dhe praktikën për të qenë të gatshëm dhe të përgatitur për të bërë pjesë e ushtrisë. Pres të mësoj shumë nga profesorët e mi, të jesh kadet në Akademinë Ushtarake nënkupton të mësosh edhe pjesën akademike, por edhe atë ushtarake, të ruaj dhe të mbroj integritetin territorial të vendit, ishte edhe ëndra ime jetësore. Gjenerata që sot u betua është gjenerata e 29 kadetëve që pas përfundimit pritet të bëhet pjesë e ushtrisë. Ministria e Punëve të Brendshme ka dalë me një njoftim zyrtar nga ku bën thirrje qytetarëve që të mos I hapin ose të përgjigjen mesazheve të dërguara në emër të drejtorit të Byros së Sigurisë Publike Aleksandar Janev, pasi ato janë të rreme.
MPB thekson se disa qytetarë kanë marrë mesazhe të rreme në lidhje me një hetim të supozuar që është duke u zhvilluar kundër tyre dhe se dërguesit po prezantohen në mënyrë të rreme në emër të drejtorit të BSP-s. Në mesazhet e rreme thuhet se marrësi i mesazhit është subjekt i hetimeve penale për një numër krimesh, siç janë pornografia e fëmijëve, pedofilia dhe trafikimi i drogës, dhe janë udhëzuar të shkojnë në një stacion policie ose të dërgojnë email kthyes brenda 24 orëve. Ministria e Brendshme informon qytetarët se këto janë mesazhe të rrema që nuk janë dërguar nga Byroja e Sigurisë Publike e Ministrisë së Brendshme. Këto emaile janë përpjekje klasike për mashtrim në të cilën qëllimi i mashtruesve është të marrin të dhënat personale të qytetarëve me qëllim keqpërdorimin e mëtejshëm. Ftesat për qytetarët për procedurat hetimore nga Ministria e Brendshme nuk dërgohen përmes email adresave, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Brendshme. 55 autobus të rinj kanë nisur qarkullimin për rrugët e kryeqytetit, ndërkohë që kryetari i sapo zgjedhur i qytetit të Shkupit Orse Gjorgjevski premtoi zgjidhje të ngërçit të krijuar në transportin urban të kryeqytetit. Shumë qytetarë thonë se ende është herët për të parë një ndryshim të madh, por shtimi i autobuseve të rinj është një hap drejt përmirësimit të situatës. 55 autobus të rinj në qarkullim që nga sot, të premtuara nga kryetari i sapo zgjedhur i qytetit të Shkupit, Orse Gjorgjevski. Mirëpo apo funksionon më mirë transporti publik në Shkup me këtë ndryshim? Për një periudhë të gjatë kohore, qytetarët e Shkupit janë përballur me vonesa të shpeshta të autobusëve, pritje të gjata nëpër stacione dhe një transport publik jo gjithmonë efikas. Me ardhjen e kryetarit të ri të qytetit u premtua një ndryshim i ndjeshëm, shtimi i 55 autobusëve të rinj në rrjetin e transportit publik, që sipas autoriteteve do të ndihmojnë në uljen e vonesave dhe përmirësimin e shërbimit. Nga sot këta autobus kanë nisur qarkullimin nëpër rrugët e kryeqytetit dhe ne dolëm në terren për të parë nga afër nëse qytetarët kanë vënë re ndonjë ndryshim pozitiv. Shumë qytetarë thonë se ende është herët për të parë një ndryshim të madh, por shtimi i autobusëve të rinj është një hap drejt përmirësimit të situatës. Disa prej tyre theksojnë se oraret kanë filluar të respektohen më shumë, ndërsa të tjerë që dhe hezitonin të flisnin para kamerave mendojnë se nevojiten ende masa shtesë për të shmangur vonesat, sidomos gjatë orëve më të frekuentuara të ditës. Për autobuset nuk kam lëviz shumë të dërgoj drejt në për qytet edhe sot për s'parjerë kam dalë, ashtu që nuk mund të them asaj. A keni pa lëvizje më tepër kam? Jo, më tepër, jo. Jo, njësojmë duket, një tempo. Mendoj se do të bëhet më mirë, do t'i përmirësoje kryetari i ri. Do të bëhet ndryshime, besoj që do të bëhet ndryshime. Ma mirë duhet të blejnë autobusat të rija dhe të bashkëpunojnë me këto autobusat privat që janë. Ta rregullojnë pak frekuencat jetë më e madhe autobusave. Edhe ajo. A vinë më shpesh apo? Se di vetëm sot mirë me ndaj. Do të thonë nuk keni hasë vonesa? Po, sot 10 minuta kam pritë, se di. A mendoni që kryetari i ri po do i përmbush premtimet që ka? Mendoj që po. Valla qarkullim ja. Valla i kina ndale sa herë motën. Se ato prika gjithësore, 2 orë gjithë. Me prika 2 ora. Po sot a keni bërë ndryshime me qenë se ka edhe më tepër autobusa ka lajmë? Valla autobusa s'ka hiç që motë. Çfarë mendoni që duhet bëhet për të rregulluar transportin? Me transport është ti paguajnë autobusat, më shlyer vesh në ser me hecën. Megjithatë, kryetari Gjorgjevski ka bërë të ditur se deri në vitin e ri, që nga ajo që është e informuar edhe nga transportuesit privat, do të shtohen edhe së paku 20 autobus. Ndërsa po ashtu, diku në muajin mars, në koordinim me qeverin, pritet të arrijnë edhe 80 autobus të rinj, gjë që sipas tij, kjo do të thotë se do të normalizohet plotësisht transporti i qytetit. Ndërkohë, qytetarët shpresojnë që ky premtim të mos mbetet vetëm në letër, por të ndihet realisht në përditshmërinë e tyre. Në ditët në vijim do të shihet nëse 55 autobusët e rinj do të jenë zgjidhja që Shkupi ka pritur prej kohësh për një transport publik më efikas dhe më të organizuar. Komisioni Rregullatori i Energjetikës vendosi që nga mesnata të rriten çmimet e derivateve të naftës. Sipas vendimit të ri, çmimet e shitjes me pakisë të benzinës Eurosuper BS 95 dhe Eurosuper BS 98 rriten për 0,50 denar për litër. Çmimi i shitjes me pakisë Eurodizelit rritet për 1 denar për litër. Çmimi i shitjes me pakisë vajt ekstra të lehtë për ambiceri nuk ndryshon.
Nga mesnata, Eurosuper 95 do të kushtoj 74.50 denar për litër. Eurosuper BS 98 do të shitet për 76.50 denar për litër. Euro dizeli do të shitet për 72 denar për litër. Balotazhi i djeshëm e përmbylli garën për kryetarët e 38 komunave të Kosovës. Sipas rezultateve preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës fituan nga 7 komuna. Partia Demokratike e Kosovës fitoi 6, ndërsa Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ruajti udhëheqjen në 5. Kosova zgjodhi kryetarët e 18 komunave. Më 9 nëntor, qytetarët e Kosovës votuan për rrethin e 2 të zgjedhjeve lokale. Bazuar në të dyja raundet e votimeve për kryetarët e 38 komunave, Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës fituan secila nga 7 komuna. Partia Demokratike e Kosovës fitoi 6, ndërsa Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ruajti udhëheqjen në 5. Nisma Social-Demokrate, Partia Turke KDPT dhe Iniciativa e Ramiz Ladrovcit siguruan nga një komunë secila, ndërsa lista serbe ka kontrollin në të 10 komunat me shumicë serbe. Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, njëherët kryeministër në detyrë Albin Kurti, ka thënë se përkundër bashkimit të gjithë kundërshtarëve, Lëvizja nuk u ndal, duke shënuar fitore në 7 komuna. Kjo është një sukses i Lëvizjes Vetëvendosje. Natyrisht që kemi synuar edhe më shumë se kaq, por me lejoni që të përgëzoj 4 kryetarët e komunave që kanë qeverisur në këtë 4 vjeçar të kaluar, Podujeva, Shtimja, Kamenica, së cilave u bashkua edhe Gjilani sonte me një fitore të madhe, por përveç kësaj është e qartë që kemi fituar edhe në Mitrovic dhe kemi fituar edhe në Fushë Kosovë dhe në Obilic. Pra, vetëvendosja është ballafaqur me të përbashkëtën e tyre, e cila është një situatë pa precedent në historinë politike elektorale të Kosovës. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, në reagimin pas përfundimit të procesit të balotazhit, rezultatin e ka cilësuar si një fitore të madhe për LDK-n dhe për demokracinë në vend. Dje Kosova foli me vot, me besim dhe me qartësi, foli në emër të shpresës, të qetësisë dhe punës, foli për te zhurmës, për te fyerjes, për te përçarjes. Mesazhi i saj ishte i pastër: Kosova jeton me demokraci. Kjo është vlera më e madhe e jona si popull. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, ka vlerësuar rezultatet e zgjedhjeve lokale si një sukses të rëndësishëm për partinë. Partia Demokratike e Kosovës e ka përmbyllur me sukses një tjetër kapitull të rëndësishëm të jetës demokratike në vendin tonë. Me 187.526 vota, Partia Demokratike e Kosovës u konfirmua si partia më e votuar në Kosovë me 206 asamblejist të zgjedhur, mbetën forca me përfaqësim më të gjerë lokal në vend. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, theksoi se rezultatet e zgjedhjeve konfirmojnë forcën dhe stabilitetin politik të AK-s, e cila ka fituar në 5 komuna ku ka qeverisur deri më tani. Pjesëmarrja në raundin e parë ishte rreth 40%, ndërsa në rrethin e dytë ishte 32%. Ndërkohë mbetet e hapur çështja nëse Kosova do të ketë një qeveri të re apo do të shkojë në zgjedhje të parakohshme parlamentare. Kjo do të qartësohet deri më 19 nëntor, kur përfundon afati për mandatarin e LVV-s, Glauko Njufsa, që do formojë dhe paraqes qeveri në kuvend. Izraeli vazhdon të kryejë gjenocid kundër civilëve palestinez, pasi mesatarisht 8 palestinez janë vrarë çdo ditë që kurrën pushimi hyri në fuqi muajin e kaluar, transmeton Anadolu. Në një deklaratë, monitori të drejtave të njeriut Euromed tha se Izraeli vazhdoi vrasjen e qëllimshme të civilëve palestinez, pavarësisht se ka kaluar një muaj nga pushimi arritur më 10 tetor midis Izraelit dhe Hamasit. Euromed thekson se shkelja vazhdon me shkatërimin e vazhdueshëm të shtëpive dhe ndërtesave, veçanërisht në zonat lindore të Khan Yunisit dhe qytetit të Gazës.
Pas marrëveshjes së armëpushimit midis Hamasit dhe Izraelit më 10 tetor, të paktën 242 palestinezë, mes të cilëve 85 fëmijë u vranë në sulmet izraelite në Gaza, 614 të tjerë u plagosën dhe u gjetën trupat e 522 palestinezëve. Në sulmet e Izraelit në rripin e Gazës janë vrarë 69.179 palestinezë, ndërsa 170.690 të tjerë janë plagosur. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan mori pjesë të hënën një ceremoni në Ankara me rastin e 87 vjetorit të vdekjes së Mustafa Kemal Ataturkut, themeluesit të Republikës së Turqisë, transmeton Anadolu. Duke cituar Ataturkun, Erdogan tha se themeluesi i kombit kishte deklaruar se trupi i vdekur me siguri do të shndrohet në pluhur një ditë, por Republika e Turqisë do të jetojë përgjithmonë, duke e përshkruar atë si një dëshmi të trashëgimisë së tij të qëndrueshme. Me këto fjalë, Ataturku deklaroi një shekull më parë se trashëgimia e tij më e madhe dhe më e qëndrueshme ishte vetë Republika. Të nderosh trashëgimin e tij do të thotë të forcosh, të përparosh dhe të ndërtosh mbi suksesin e Republikës, duke bërë atë më të fortë dhe më të begat në çdo fushë, tha ai. Ataturku, themeluesi dhe presidenti i parë i Republikës së Turqisë, vdiq më 10 nëntor 1938 në moshën 57 vjeçare. Shikues të nderuar, ishte kjo e gjitha për këtë edicion informativ. Bashkë do të shihemi në lajmet e orës 10. Deri atëherë, mirupafshim.